04/03/2025 me rastin e një postimi të një fotostorie në Facebook nga i dëmtuari Faton Peci si ministër i bujqësisë, prontarisë dhe zhvillimit rural, lidhur me aktivitetin e tij si ministër, i pandehurit Blerim Avdiu nga profili i tij në Facebook me dashje e ka kanosur seriozisht të dëmtuarin Faton Peci, ministër i bujqësisë, duke i dërguar mesazh me fjalë fyese dhe kanosëse si kryekriminal ti që apostrof edhe ata të vdekurit unë kam e dëvra jo tjetër kush. Kryekriminal ti gjallë e unë gjallë nuk kemi me jetu. Një po thëmë, qa ditë se të më rrinë në kësë, as njani nuk kena me kanë këtjirë. O bje shkine, o bje shkavi. Ta dish edhe vorën në namës, kryekriminal mos harrë. Me 28 maj jam në kufi veç me ardhë me dëvra. Ty, ka me ardhë dije mirë. Me shtas të këtë dëmturi ka shkaktuar ndjenjën e frikës dhe amplit për jetë. Me këtë, e ka kryer veprën penale kanosja nga neni 181 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 2 të KPR-s. Kodi penal parasheh dënim me burgim prej 6 muaj deri në 5 vite. A e keni qartë? Cili është deklarimi juaj lidhur me akuzamin? E pranoj fajsin. Ministrin Peci as që e kom njohur në herë, as që e kom pa në herë. E pranoj fajsin, presje, unë, ministre, po, Në po drejtën. nuk e kom pa Asnjëherë. asnjëherë, As kom pas diçka punë, kam respekt për ta. as kom pas diçka punë, kam respekt për ta, Se kom ditë kush është, nuk e kom ditë kush është, i në kanë në shtetin kroate, apo drejtën koj pa punë të kam respekt për ta, nuk e kam ditur kush është, kam qenë në shtetin kroat, po, i ka një pi, apo drejtën pa punë, kam qenë në shtetin kroat, i dehur, i pa punë, edhe nuk e di as vetë që kom shkru mestri, kom desh me kërku falje, po s'ku mujt, dhe nuk e di as vetë se çka kam shkru, të nesërmën, e pash telefonin e kom thyr, se s'kom ditë sa, të nesërmën e kam parë telefonin, e kam thyer po edhe kom di për njerëve krahëve. dhe kam kërkuar ndihmë nga mjekët kroat. Në rregull, Bleri, mund të uleni për momentin. Gjykata, në kuptim njeni 242 paragrafi 5 kodit procedurës penale, lidhur me deklarimin e pandehurit saj përket fajësisë për vepër penale, thuhet i dëmtuari Faton Peci që deklarohet lidhur me pranimin e fajësisë nga i pandehurit. Mendoj që pranimi i fajësisë nuk ka alternativë. Mendoj që pranimi i fajësisë nuk ka alternativë, Edhe mendoj që fajësia është bërë për shkak se përpjekjes për me pas një rrethon mbrojtësi, lehtësuese më thënë. mendoj që fajësia është bërë si përpjekje për të pasur rrethana lehtësuese, Ndërsa deklarimi se ka qenë i dehur, unë mendoj që është i pasaktë e pavërtetë. ndërsa deklarimi që ka qenë i dehur, mendoj që është i pavërtetë. Arsyeja pse mendoj që është e pavërtetë për shkak se kërcënimi është përsëritur 3 herë. Arsyeja pse mendoj që nuk është e vërtetë është se kërcënimi është përsëritur 3 herë. Edhe ato në rrethona intervale kohore me shumë distancë në mes orëve ndërmjet. Gjendja e një dehuri nuk zgjat zakonisht afër 30 orë sa ka mujtë me qenë 3 herë kërcënimi. Gjendja e një të dehurit Nuk zgjat më shumë se 24 orë se 30 orë, kur 3 herë ka përsëritur njëjtin kërcënim. nuk zgjat më shumë se 24 orë, kur 3 herë zi ka përsërit kërcënimin. Edhe çështja tjetër, prokurori shumë mirë ka bërë pjesën e përmbledhjes së kërcënimit kryesor, por ka pasur edhe kërcënime tjera, edhe sharje, do të thotë të gjithë anëtarëve të familjes, duke përfshi. Pra nga ky pandehur, Po, i pandehur ka pasur kërcënime dhe sharje edhe për anëtarët e familjes,
Dhe ky shorje dhe ky ofendim nuk ka të mendoj që ka qenë refleksion i një gjendje vero, po thjesht ka qenë taku, do të thotë se ky kërcënim ka ardhur në inbox, nuk ka ardhur për shembull në një koment ose në diçka të tillë për shkak të një lufte speciale që gati një vit u shtrydhet kundër meje me epitete nga disa pseudo-gazetarë. Vetëm se të konstatojmë ky ofendim ka ardhur në inbox. Po, Jo ofendim, kërcënim. ky kërcënim, konstatojmë vetë ky kërcënim ka ardhur në inbox Dhe se mendoj se e shpërfaq dhe se mendoj se e shpërfaq një urrëtie që ka buru nga dika. një urrëtie që ka buru nga dika. E unë mendoj që krimet edhe shpifjet e vazhdueshme vitit fundit kanë qenë Dhe motivi, mendoj se shkrimet dhe shpifjet e vazhdueshme e vazhdueshme kundër meje kundër meje potencialisht kanë mujt me qenë motivi i tij. potencialisht kanë mundur me qenë motivi Për shkak se nuk mund të ketë motiv tjetër, se asnjëherë nuk kam pas as konflikt, as si kom hyrë në hak asnjëri gjallë. për shkak se nuk ka mundur të jetë ndryshe, sepse asnjëherë nuk kam pasur as konflikt Në askën. me askë. Sa i përket kërkesës pasurore juridike, Nuk është, do të thotë, thjesht unë preokupon çështja e çështjes pasurore juridike, mendoj që ju e ndjek një pjesën e praktikës edhe ashtu si parasheh licitacionin fuqi. legjislacioni e parashesh, ne kemi për obligim t'ju njoftojmë se ju dëshironi mund të paraqit një kërkesë pasurore juridike. Po mundu me paraqit për qëllimet Do me thënë, unë parashtroj kërkesë pasurore juridike, a ndjeni vetën të kërcënuar, të rrezikuar nga i pandehuri? Mos në ndi i rrezikuar dhe kërcënuar nuk i kisha drejtu organeve të trajnit të drejtësisë. Nuk mendoj që niveli i arsimimit Është përcaktues ose predispozit për nivelin e kriminalitetit që mund është me zhvillu është njëri. përcaktues ose predispozit për nivelin e kriminalitetit Që mundet me realizu dikush mirë. që mundet me realizu dikush në Shoqëria jonë ka pas në kaluamën nivel të ulët të arsimimit, po ka pas njerëz të ndeshëm. shoqëria jonë në të kaluarën ka pasur nivel të ulët të arsimimit, Po ka pas njerëz punëtorë dhe fisnik. por ka pasur arsimimit, por ka pasur njerëz punëtor dhe fisnik. Dhe në asnjë rrethon nuk mendoj që pamundësia për mu arsimu e rrit probabilitetin e inkriminimit. Dhe në asnjë rrethon Nuk mendoj nuk mendoj që pamundësia për mu arsimu e rrit Pamundësia. nivelin e inkriminimit. për në arsimim të arrit nivelin e kriminalitetit. Faleminderit shumë. Nivelin e kriminalitetit.